Të nderuar demokratë që jeni këtu sot me ne, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, duhet t'ju uroj gjithashtu për zgjedhjen tuaj si zëvendës presidenti i CDI-s, një shenjë shumë e fortë e mbështetjes gjithmonë më të madhe që kauza që ne çojmë përpara po merr dhe ndërkombëtarisht. Mesazhet që po vinë edhe nga komuniteti ndërkombëtar për këtë klik që e ka Selin këtu pas nesh janë gjithmonë më të forta. Ditët e kësaj klike me krye Edi Ramën janë gjithmonë më të shkurtra. Miq, jeni këtu sot, demokratë qytetar, edhe ata që na ndiqni nga televizioni, ndërkohë që ajo që po ndodh është diçka që po të rëndit themelet e funksionimit të shoqërisë dhe të shtetit. Ajo që po asistojmë këto ditë në fakt janë vetëm kulmi tjetër, po jo i fundit, i asaj që është gjeneza dhe produkti i 11 majit. Është gjeneza sepse kjo klik e Edi Ramës, që çdo gjë e ka bazuar në kombinimin e korrupsionit dhe të krimit organizuar, përdorimin e shtetit në totalin e vetë, për t'i vjedhur dhe grabitur votën e lirë shqiptarve, është ajo që prodhoi 11 majin. Po është pikrisht gjithashtu 11 maj gjeneza e kësaj qeverisje, e cila sot po i tregon sytë e gjithë botës, me prova se si i grabit shqiptarët jo me pak miliona, po me qindra miliona. Tumori i korrupsionit të Edi Ramës nuk ka më nevojë as për skaner, as për radiografi, nuk ka nevojë as për biopsi. E shohin gjithë me sy se si po kalbzon kjo qeverisje. Në fakt e ka bërcyer edhe korrupsionin si nivel. I rri ngushtë nenet e kodit penal, i rri ngushtë sa që po bën Edi Rama me Belinda Ballugun e gjithë skotën e vet nga pas. Kjo është një grabitje, këta kanë arritur në atë nivel që kanë hequr dhe kapuçin. Dhe po i grabisin ditën për diell, duke i parë në sy shqiptarët. Do marr shembuj të vegjël. Tani gjithë kemi folur pafund për qindra miliona të inceneratorit të Tiranës, Elbasanit, të Fierit dhe me Tiranën që është simboli i gjithës. Unë do t'i kthem një momenti që lidhet me Durrësin, me qytetin ku jam zgjedhur dhe përfaqësoj bashkë me kolegë tjerë. Gjithë keni dëgjuar për ekoparkun. Në fakt, në dimension, duket më i vogël se sa tuneli Llogaras. Është vetëm 19 milion euro, vetëm në thonjza 19 milion euro, nga 190 milion. Por guximi për të grabitur shqiptarët, paratë e shqiptarëve, jo paratë e buxhetit shtetit, është i tmerrshëm. Në qofse i 50 milion që me cilën kanë vjedhur shtesë në tunelin e Llogaras, në Durrës nga 19 milion, vetëm 6 milion e gjysmë janë përdorur për ndërtimin. 6 milion e gjysmë ja kanë dhënë kompanisë Klodian Zotos. Janë ata që e kanë bërë. Po të shkoni atje të shihni sot, ka filluar dalë shtresa që mbulon ato mbetje të rrezikshme atje. Se 6 milion e gjysmë sigurisht se vjedhje mbete. Po mirë, po 12 milion e gjysmë euro të tjera të cilët ja kanë vjedhur shqiptarëve drejt për drejt. Me kompani të cilës ja kanë dhënë tenderin, po kur ja kanë dhënë tenderin? Kanë guxuar, kanë patur mendjen e kthjellët një javë mbas tërmetit 26 nëntorit në Durrës, që të anullonin tenderin, mos lodheshin më, që të bënin makinacionet se si t'ja jepnin kompanisë që kishin ndarë para se të shpallte Edi Rama që do bëhesh ekoparku. Një muaj e gjysmë përpara kompania kishte lidhur kontratë me kompaninë arkitekturore të projektimit që është klienti i Edi Ramës. Dhe kanë futur në xhep 12 milion e gjysmë euro. Një javë mbas tërmetit kanë prishur dhe kanë dhënë me tendur drejt për drejt. Janë të kthjellët, edhe kur njerëzit kishin vdekur, çanin familjarët e tyre. Ishin jashtë shtëpive. Kjo lloj bande.
Po 12 milionë gjysmë euro nuk janë 26% sa që janë 50 milionë eurot e tunelit Llogaras, janë 66%. Kjo është ajo që po them, kanë hequr kapuçin, po grabisin ditën për diell. Nuk pyesin. Tani, mjafton shohësh se çfarë komunikon Belinda Balluku me varësit e vetë dhe kupton se ku ka arritur. Kupton se çfarë do thot diella. Kupton kush është mekanizmi që ata do grabisin. Do një shembull tjetër, përsëri do ta marr se është në Durrës, po nuk është vetëm i Durrësakëve. Porti i Durrësit. E zhdukën portin që është aseti më i madh i shqiptarëve. Mbi 1 miliard euro kushton vetëm ai. Ndër breza kanë lënë atje kontributin pafund, shqiptar nga gjithë Shqipëria, jo nga Durrësi. Është aseti më i madh dhe më i çmuar, strategjik, qoftë në aspektin ekonomik, po doni të sigurisë që ka Shqipëria. Jo, do t'ja dhuronte miku ti arab që të bënte ai ato mira apartamente për të zhdukur një port që ne sot duhet ta ndërtojmë me të paktën 1 miliard euro është porti tjetër. Dhe vazhdojnë e shtyjnë. Pse? Sepse kanë bërë përsëri të njëjtin projekt, po dalin të dhëna që është e njëjta skem grabitje si me tunelin Llogaras. Po gjem përsëri një kompani që sipas burimeve përsëri është greke. Mos ta marri kompani që ka ndërtuar porte në gjithë Shqipërinë, po do ta marrin ata se do fitojnë përsëri aty sipër. Ndërkohë vetëm 100 milion euro do të kushtoj vetëm shpronësimi i pronarëve në atë zonë. Po këto 1 miliard euro do t'i pagojnë shqiptarët një nga një. Para 2 vjetësh kam marrë më shumë të 80 milion nga taksat e shqiptarëve për këtë çështje, pastaj i çuan diku tjetër. Vjet kanë marrë 100 milion euro. Taksa, përsëri, taksa shqiptarët. Për atë që quajmë buxheti i shtetit, jo, nuk është buxheti i shtetit. Është buxheti shqiptarëve, 100 milion të tjera dhe përsëri port nuk ka atje. Në këtë vit kanë planifikuar shqiptarët të marrin 152 milion euro taksa nga xhepi gjithë secilit, edhe atyre që janë sot në televizor. Pra kanë arrit aty ku nuk i sheh më syri fare. Po ç'a ndodh? Edi Rama, pasi kemi spakun që vendos që të hyjnë lojën e Edi Ramës me Belinda Ballukun dhe nxjerr një mas pezullimi, Edi Rama bën avokatin gjykatë kushtetuese të Belinda Ballukut. Tani mundet që ajo mos ta japi dorëheqjen. Ka frikë, arsyet e saj, ka shkuar i ka bërë presionet gjithë kemi parë, ato 7 orë aty në zyrë. Pyetja që është Edi Rama pse nuk e shkarkon? Ka një instrument imediat, ka një arsye vetme, është kokë e këmba i, nuk ka mundësi që si me inceneratorin 17 vendime brenda ditës t'i kaloj kryeministrit Nëndhundë, është e pamundur që mos jetë përsëri kokë e këmbë në këtë histori, dhe po shkon dhe po mbron veten e vet askën tjetër. Pra po ndodhin këto që do të shkundin nga themelet këdo, është detyra jonë miq. Së bashku ta ndezim për ditë më shumë revoltën e shqiptarëve për këtë që nuk është vjedhje, është shumë më tepër, po bien themelet e shtetit një nga një, është detyra jonë që dhe ata që sot qëndrojnë indiferent t'i bëjmë të jenë të ndërgjegjshëm, o sot o kurrë bjen kjo qeveri, në vendet tjera janë ngritur trinjt, i kanë rëzuar, kemi për detyrë që t'i ngrem dhe kjo qeveri të shporret një moment e më parë. Jam i sigurt që së bashku ne do t'ja shkurtojmë ditët kësaj qeverie. Faleminderit miq.